Një operacion i krimit ekonomik të policisë të Tiranës zbuloi një depo të mbushur me mbi 10.000 suplemente ushqimore dhe bimore të skaduara e të kontrabanduara, që i përkisnin firmës Limited Charm, me pronar nga Bosnjë-Hercegovina. Policia shpalli në kërkim administratorin e subjektit, bosnjakun Jasmin Trebo, ndërsa për dy punonjës të magazinës nisi hetimi në gjendje të lirë. Operacioni që u kodua audienca u zhvillua pas një hetimi disa mujor dhe rezultoi se produktet, kryesisht kremra bimore dhe çaj, prodhoheshin në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Produktet futeshin ilegalisht në Shqipëri dhe shiteshin përmes reklamave masive në rrjetet sociale dhe webin zyrtar të firmës, ku pakot ofroheshin me çmime standarde të gjitha, 48.000 lek. Vlera në total e produkteve të gjetura dhe sekuestruara shkon në 48 milion lek, përveç skadencës të një pjese të tyre, edhe në 2023 apo 2024 kishin mungesë të pullës së Agjencisë së Barnave dhe Ministrisë së Financave dhe të etiketave në gjuhën shqipe. Administratori shpallur në kërkim dhe dy punonjësit në hetim janë në akuzë për disa vepra penale, nga kontrabanda me mallra të tjera, te ruajtja dhe depozitimi i mallrave kontraband, tregtimi dhe transportimi i mallrave të paligjshme dhe fshehja të ardhurave.